Vetëmi zhvillim i ri raportohet jetë heqja e masave nga Bashkimi Evropian i Kosovës, veprim ky i cili vjen menjëherë pas nisjes së zbatimit ligjit për të huajt. Për diskutuar gjitha këto sot në studio kem të ftuar profesorin Basri Muja. Zotri Muja, përshëndetje. Përshëndetje, falënderes për tekstin. Ndërkaq në një linjë të drejtë për drejtë kemi edhe Adrian Zeqirin, politolog. Adrian, përshëndetje. Përshëndetje. Po nisim me juve, zotri Muja, si e pat heqjen e plot të masave nga Bashkimi Evropian, ngjarje kjo e cila vjen menjëherë pasi nisi ligji për zbatimin zbatimi i ligjit për të huajt. Është një lajm i mirë, sado që ka pas para lajmërime edhe më herët dhe nuk e kisha ndërlidhur me këtë zhvillimin e fundit për heqjen e masave. Por se më duhet të ceku që këto masa prej zhvillimi kanë qenë të padrejta, të parësyeshme, pa asnjë kuptim, derisa problemet i bën të Serbia ndëshkohej Kosova, po fatkeqësisht jetonim në një kohë kur diplomacia evropiane dhe ajo amerikane në mënyrë krejt presionin e kishin zhvendosur te institucionet e Kosovës dhe duke që ishte çmimi që do duhet ta paguante Kosova për shtrirjen e randit dhe ligjit edhe në pjesën veriore. Por në përgjithësi mendoj që është një zhvillim shumë i mirë dhe shpresojmë që Kosova mos ndodhet në situata të tilla. Zeqiri, si pat ju zhvillimet e fundit? Po, unë mendoj që këtu kanë qenë do të thotë parapome që të heqen që një kohë të gjatë, vendimet e Bashkimit Evropian vinë do të thotë në mënyrë graduale, nuk ka të bëjë me ligjin për të huaj. Unë mendoj se Kosova i ka humbur 2 cikle të vitit 2024-2025 të këtyre masave, do të thotë ato fonde nuk kthehen. Mi po gjithsesi është lajm i mirë që së paku tani janë hequr këto masa dhe shpresoj që komunikimi me Bashkimin Evropian të jetë i nivelit të duhur të qeverisë Kosovës dhe mos ta gjejmë veten prapë në masa. Pra Zeqiri, ju nuk mendoni se ndoshta kompromisi që bëri Kurti së bashku me Bashkimin Evropian për nisjen e zbatimit ligjit për të huaj ka qenë ndoshta kupa për të hequr plotësisht masat, sepse realisht mori goxha shumë lavdrata edhe nga Bashkimi Evropian, i cili tha se lëshoi pe në këtë fazë. Po, do të thotë është bërë një akomodim në implementimin e ligjit për të huaj, do të thotë për çështjet qytetarëve që kanë në shtetësi serbe e kështu me radhë, është pranuar komplet të gjitha dokumentet të cilat lëshohen prej strukturave paralele serbe në Kosovë janë pranuar, do të thotë dhe se me këtë pranim do të lehtësohet do të thotë marrja e dokumentave dhe është një periudhë derisa të hyjë efekt, do të thotë natyrisht ka pas kompromise dhe se ky lloj i bashkëpunimit është dashur të jetë pi ditës parë me Bashkimin Evropian. Megjithatë është mirë që është bërë një do thotë bashkëpunim i tillë që janë bërë koncesionet e duhura dhe se është natyrisht për të përshëndetur. E qartë. Profesor, heqja e masave nga ana e BE-s vije pikërisht në një kohë kur ndër institucionet kryesore, siç është Kuvendi dhe Presidenca, janë në masën e sigurisë nga gjykata kushtetuese. Çfarë realisht pritet, sepse tashmë ka pasur gjatë kohëve të fundit edhe raportime se partitë politike deri diku edhe ka nisur që të bëhen gati për procesin zgjedhor, ka nisur të përgatisin strukturat e tyre në pjesë të ndryshme të Kosovës dhe gjuha që ata po përdorin gjatë këtyre ditëve aludon në një përgatitje për fushat. Nëse më lejon paraprakisht, dishta mund të lidh rreth çështjes së
shtyrjes e implementimit të ligjit për të huajt. U pajtohem me kolegun plotësisht sa i përket nevojës edhe vendimit drejt të qeverisë sonë për të bërë këtë kompromis, siç po thuhet. Unë nuk e shoh shumë si kompromis, mos të harrojmë. Ky ligj është në fuqi prej vitit 2013. Në vitin 2018 ka pas një amandamentim dhe asnjëherë nuk u zbatue. Çka ka ndodhur tash, një ligj i cili nuk u zbatue, ju ka shtyhet edhe për një vit zbatimi i tij, porse për herë të parë në mënyrë strukturat paralele në arsim edhe në shëndetësi e kanë marrë rrugtimin e integrimit. Dhe mendoj që këto është poenta. Unë absolutisht e përkrahi secilin kompromis i cili i merr parasysh edhe nevojat e komunitetit. Qeveria e Kosovës duhet të trajtoj qytetarët në veri si qytetarët vetë, duhet në situatat caktuar me qenë ma zemërgjër nëse më të them kështu, sepse qëllimi është integrimi i tyre dhe nuk do duhet me qenë penalizimi i tyre. Ata janë komuniteti ma i keq përdorur nëse mund të them kështu, spari prej strukturave Serbisë, të cilat i shantazhojnë edhe për shkak të varësisë së tyre ekonomike prej Beogradit, po edhe për shkak të mosgatishmërisë së tyre për të integruar në institucionet e Kosovës prap për shkak të frikës që e kanë prej institucioneve të Serbisë. Ne i kemi x raste ku ata janë në një formë apo tjetër janë ballafaquar edhe me sulme kriminale prej strukturave të sponsorizuara nga Beogradi. Tash më kthye te pyetja juaj sa i përket çështjes së zgjedhjeve të mundshme. Po. Unë shpresoj që spari gjykata kushtetuese do ta nxjerrë një akt gjykim sqarues, shterrues, i cili nuk do të lënë hapësirë për keq interpretime apo interpretime ndryshme, siç e ka zakon gjykata jonë kushtetuese. Styti shpresoj shumë edhe besoj në racionalitetin e forcave tona politike me evitu zgjedhjet, sepse këto zgjedhje nuk janë zgjidhje. Ne kemi pas para 3 muajve zgjedhje, kemi një rezultat qartë, kemi shumica stabile dhe unë nuk di çfarë do të ndryshonin këto zgjedhje. Asgjë nuk ka ndodhur por 2-3 muaj. Pra i bie profesor se ka po thoni se gjasat janë më të mëdha që kushtetuesja të rrëzojë dekretin e Osmanit. Unë shpresoj shumë se jam kogja i sigurt, edhe unë nuk jam vetë jurist, po i kam dëgjuar edhe juristët më të mirë që i kem, edhe njohësit më të mirë drejtës kushtetuese për aspektit juridik që nuk është kompetencë e presidentes, por në anën tjetër prej perspektives politologjike ne jetojmë në një shtet parlamentar, demokracisë parlamentare, dhe në sistemet tilla kompetencat e presidentit apo presidentes për ndërhyrë në çështjet legislative janë shumë të kufizuar, janë vetëm në rastet specifike që mendoj që nuk ka qenë rasti i dekretit të saj. Derisa nëse vërtet do të ketë zgjedhje, e thash nuk mendoj që ato do të prodhojnë diçka të re. Do të kemi blokadë edhe një 3-4 muaj, 5-6 muaj, do të kemi ndërpremje të kjo agenda legislative, fakt është e ndalë prej zgjedhjeve të vitit shkurtit 2025, nuk është që kemi far ligjesh të amandamentuar apo ligje të reja, kështu që jem shumë rapa, pastaj zgjedhjet në situata të tilla edhe i pamundsojnë implementimin e reformave e tjera, sepse nuk ka, asgjë nuk lëviz. Dhe ne do të jemi pas 3 muajve, 4 muajve, 5 muajve, situatën e njëjtë, rezultati nuk pres që do të ketë ndryshime dhe prap problemi do të kemi të njëjtë. Veç fjalia e fundit, po partitë duhet me qenë të gatshme për zgjedhje, ato këtë kanë detyrë, nuk kanë ndonjë detyrë tjetër, kështu që edhe për arsye propagandistike, nëse mund të them, ato gjithmonë duhet me shpreh gatishmëri.
Në orën tjetër ato veç se janë në ritmos zgjadhor që një vetë e gjysmë që në fundit është një farë rutine. Dhe janë adaptu tash me mbajtjen e zgjedhjeve. Fatkeqësisht. Zeçiri, mendon se një palë zgjedhje të reja në rast se shkojmë se në fakt në të dyja situata duket në bazë të klimës politike në cilën gjendemi aktualisht duket se zgjedhjet janë të paevitueshme, të pashmangshme. Mendon se një palë zgjedhje të reja do prodhoni një situatë të re për çështjen e presidentit? Po, më lejoni fillimisht veç që ti përmbledhe një dy çështje. Patjetër. Ndërkohë teksa ti ta bëni rezumen tuaj, ju lutem ta rregulloni kamerën me qenë se nuk po ju shohem. Po, për pak çaste besoj Zeçiri. Profesor, derisa të e kemi në rregull tash. Po, Zeçiri. Ju kërkoj ndjes, kvaliteti i kamerës nuk është i mirë, mirë po ka rënë gripe. E kuptoj, rrethana të tilla është më së kuptueshme. Që t'jemi qartë, do thotë aja gjykata kushtetuese, aja interpretimin të cilën e ka bë presidenti Osmani për sa i përket nxjerrjes së dekretit, ku ka llogaritë që 60 ditë që duhet jetë para afatit fundit 30 ditor, është interpretim i natyrshëm i kushtetutës. Do thotë është përcaktuar një periudhë 60 ditore para se të vjen periudha e fundit 30 ditore. Periudha e fundit 30 ditore është menduar që të shfrytëzohet për transfer të pushtetit të presidentit. Do thotë kemi një president në detyrë dhe një president të zgjedhur dhe të bëhet transferi i pushtetit që bëhet në çdo vend demokratik. Mirë po, aja që ka mund të bëjë kushtetuta kësaj radhe, është që duke marrë parasysh që konstituimi i kuvendit është bërë vorë, do të thotë nuk ka pas mundësi për periudhën 60 ditore të konsumohet para periudhës 30 ditore, unë mendoj se do del me një vendim të veçantë që ka të bëjë me këtë cikël zgjedhor, për arsye se konstituimi i kuvendit ishte 2 javë para, do të thotë, periudhës së fundit 30 ditore ku kërkohet zgjedhja e presidentit. Dhe është e mundur që del me një zgjedhje ku kërkohet konsumimi i 60 ditëshit. Dëgja, gjykata kushtetuese normalisht që mundohet që t'i ikë zgjedhjeve dhe ta stimuloj konsenzusin politik, ashtu që është mendu, pozita e presidentit vendit është një pozit ku kërkohen 2/3 përfshirja së paku e 2/3 të kuvendit dhe mendoj se kjo në vetvete e ka logjikën që të ketë një bashkëpunim më të gjerë mes partive politike për zgjedhjen e pozitës së presidentit. Dhe gjykata kushtetuese natyrisht se do të kërkon një konsenzus të tillë. Çështja është që në këtë konstelacion të forcave politike në Kosovë është shumë pak e pritshme duke i ditë ato pozicionet të cilat tani më janë të ditura të lëvizjes vetëvendosje dhe të partive opozitare, është e njohur që shumë pak ka shansa që të arrijmë në një situatë të konsenzusit politik. Kështu që unë nuk pres që do të ketë ndonjë zgjidhje edhe nëse kërkohet konsumimi i 60 ditëshit, duke di që do të thotë nuk ka pas ndonjë lëvizje të pozicionit. Megjithatë, zoti Zeçiri, kur ti pati ftesë për partitë politike para pak ditësh, megjithatë të njëjtat e kanë fjalën ftesë për të takuar, për diskutuar për çështjen e presidentit, megjithatë të njëjtat thanë se duhet presin vendimin e gjykatës kushtetuese më pas cili do që të jetë vendimi, menjëherë edhe janë gatshëm që të takohen dhe të shohin përpara. Po, normalisht do të thotë realisht gjykata kushtetuese e ka bllokuar momentalisht çdo procedurë
edhe pse takimet politike nuk janë të sankcionuar nëpërmes do të thotë masës përkohshme të gjykatës kushtetuese, megjithatë do të thotë nuk mund të veprohet në një situatë ku jemi në masat kushtetuese, kështu që nuk është që do të çonte pesh ndonjë takim i partive politike në këtë situatë, mendoj se më shumë është bërë për konsum politik kjo ftesë, se sa që ka pas ndonjë dëshirë do të thotë pas vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese, partitë politike do të kenë mundësi të takohen, atëherë do të jetë qartë edhe cilat do të jenë veprimet e tyre. Mirpo edhe një herë, une në këtë situatë dhe në këtë konstelacion politik të cilën e kemi në Kosovë, une nuk pres që të ketë ndonjë marrëveshje politike dhe se ne detyrimisht jemi duke shku drejt zgjedhjeve të reja. Une e kisha ngrit këtu edhe çështjen e mandateve të gjykatësve të gjykatës kushtetuese. Është një perikull që do t'i kaloj mandati disa prej gjykatësve dhe frika ime më e madhe është që nuk do të kemi gjykatë kushtetuese funksionale prej prillit të tutje dhe se kjo do ta bllokonte Kosovën në mënyrë të plotë institucionale dhe se ne do të gjendeshemi në një terra incognita kushtetuese në një situatë ku gjykata kushtetuese nuk mund të merr vendim. Jemi qartë gjatë vitit kalum, po mos të ishte gjykata kushtetuese, Kosova do të futej në një krizë të thellë politike, sociale, ekonomike, kushtetuese. E qartë. Profesor, ndryshe nga ju, Zeqiri nuk pret që dhe gjatë këtij 60 ditë që të ketë një dakordim mes partive politike. Ju e përmendet se ka gjasa që të ketë një dakordim të tyre. Cilat do të mund të ishin ndoshta skenarët e mundshëm, sepse kemi parë përpjekje, kemi parë emra të cilët kanë dalur edhe vullnetarisht, mirë po që nuk është se janë përkrahur nga gjitha palët për të arritur votat e nevojshme. Po mundohem me qenë ma optimist. Absolutisht i kuptoj hezitimet e kolegëve që do t'jetë vështirë, se në fund do t'jenë këta njerëz cilët nuk kanë arrit deri me tani mu dakordu dhe mendoj që ka mundësi edhe në gjitha debatet ku kam qenë jam angazhuar që të arrihet një konsenzus, të gjendet një person apartijak i pranuar për një spektër sa më të gjonë politik, i cili në rastin më të mirë kish me qenë nëse vjen prej opozitës së bashkuar. Do ta kishte një legjitimitet më të madh, po do të kishte qenë mirë edhe për shkak të balancës derisa dy pozita tjera të rëndësishme janë si propozimet partisë fituese me legjitimitet plot. Mendoj që kishte qenë mirë që opozita më ardhë me opozitën e presidentit më ardhë me një propozim të tillë, po i cili propozim absolutisht apo i cili emër nuk do të kishte asnjë relat me partitë politike, me asnjërin prej tyre. Në një situatë të tillë mendoj që do ta kishte pas vështirë edhe partia në pushtet për ta refuzuar. Sepse në fundit nëse shkojmë zgjedhje ne, atuja kryesore me të cilën do të merren partitë, apo të cilën do të tentojnë partitë që ta përvetësojnë, do të jetë menaxhimi i fajt. Kush është fajtor për dështimin që tani kanë filluar, profesor? Që tani ndoshta të krijojnë narrativa si partitë opozitore për të qitur ndoshta keq partinë në pushtet dhe e kundërta, sepse takimin që e ftoi Kurti për partitë politike ne patëm këtu më pas edhe deputet të Lëvizjes Zë Vendosi, cilët më njëherë fajsuan opozitën, duke thënë se ne po bëjmë mjaftueshëm përpjekje, janë opozita që po i bllokon. Po ajo është retorike kuptueshme prej dy palëve. Ato tentojnë sigurisht që mja zhvendos fajin njëna tjetrës. Fakt është që ne e kemi një fitues plebiscitar, i cili nuk mundet mu abstrahue. Nuk ka kuptim me kërkue emra partijak, pe partive tjera, e ajo e drejt mju më hu partisë më të madhe. Po mendoj që edhe për shkak të charmit demokracisë kishte qenë mirë që një parti mos me i pas gjitha funksionet.
Jo rastisht mendoj hartues të kushtetutës e kanë parapo këtë, nëse mund të them, këtë prag të lartë që për zgjedhjen e presidentit nuk kërkohet një shumicë e thjeshtë, por një shumicë e cilësuar, e cila mund të arrihet vetëm përmes kompromiseve, sepse ne s'kemi pas asnjëherë dhe duket që nuk do të kemi, dhe është mirë që nuk kemi rezultate të tilla zgjedhore ku një parti mundet me i pas 2/3, sepse ato pastaj mundën me lind probleme të tjera, dhe për ata është menduar që situata të tilla duhet me gjind persona cilët vërtet do të kishin mujt me qenë ma të pranueshëm për një apo e zarisin qëllim shumë ma të gjonë. Edhe unë mendoj veç, edhe që fjali si plotësim, dhe unë mendoj që Kosova ka njerëz të tillë. Po mendoj që është ofendim për neve nëse na redukohemi vetëm në emra partijak. Kosova ka profesor të mirë, Kosova ka shkrimtar të mirë, ka ambasadora shumë të mirë, mendoj të cilët në këtë situatë kishin mujt me luajt një rol shumë shtensionues edhe në jetën tonë politike, sepse ne jemi shumë polarizuar, jemi shumë politizuar, dhe mendoj që përsëritja e zgjedhjeve të vazhdueshme vetëm sa do ta ngrete këtë tension, nëse mund të them kështu, në stadin më të lartë. Ka pasur shumë deklarata, në fakt edhe nga partitë opozitare, më pas edhe analizat e politologëve ndryshëm, po nisim me juve, më pas kalojmë edhe tek Zeçiri me pyetjen e njëjtë. Thuhet se lëvizja vetëvendosje po zvarit qëllimshëm procesin për t'i dërguar zgjedhjet diku ka vera, atëherë kur prania e mërgjimtarëve është më e madhe, e dim, për shkak të pushimeve që rastisin atë kohë. Mund të jetë njëra ndër arsyet edhe kjo? Lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet në Kosovë. Kanë qenë votuesit kosovarë ata të cilët e kanë përkrah. Nuk mendoj që tash me demonizue votues prej diasporës. Unë po ndëgjoj edhe zëra që lëvizja vetëvendosje s'është e interesuar me qeverisë. Po del në zgjedhje, i ka fituar 51%, edhe 5 pas zgjedhje me majt, nuk mendoj që ka me arrit 80% të 80 deputet. Kështu që nuk ka asnjë kuptim zgjedhje tjera. Por se duhet mendoj që të gjitha partitë duhet që të ulen, të dalin të kapërcejnë hijen dhe të fillojnë që interesat përgjithshme të vendosin para interesave ngushta partijaku politike. Ne kemi sistemin politik shumë ndërlikuar, ne kemi një kushtetut e cila është skandinave, që kërkon shumë kompromis, po duket që kultura jonë politike fatkeqësisht nuk është duke mujt me ndjek një kushtetut tillë, sado që kushtetuta duhet me qenë para zhvillimit shoqëror në farë avangardë e cila i tërheq zhvillimet e matemi shoqërore. Zeçiri, apo e bën qëllimshëm këtë lëvizja vetëvendosje për t'i dërguar zgjedhjet verës, ashtu siç po thon oponent? Kushtetuta jonë duke qenë kur është hartu kushtetuta në nivel teknik, kushtetuta jonë është kushtetut tipike kontinentale e demokracive parlamentare në Evropë. Do të thotë, mi po kur ti të bëj me një parti politike, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, që kërkon që ti marrë të gjitha levat e pushtetit, duke përfshi çdo vendim të cilët nuk i pëlqen asaj, qoftë kja për gjykatës kushtetute, qoftë kja për ndonjë prokurori, qoftë kja për presidentit. Me njëherë e akuzon edhe do të thotë diskrediton në mënyrën më brutale të mundshme, normalisht që mentaliteti do të thotë ku gjithçka duhet të kapet në dorë dhe të kontrollohet, nuk shkon me një kushtetut e cila normale, parlamentare, demokratike në kontinentin evropian, nuk shkon sepse do të thotë është ajo ngarendja për me kontrollu pushtetin 100% ose 110%. Do të thotë kjo është ajo fatkeqësia në të cilën jemi, ku e kemi një parti politike që nuk ka qenë në gjendje me bë kompromisin më të vogël të azojmë me nismën, një parti me 3 deputet, e cila s'është as parti parlamentare, nuk ka qenë gjendje me bë një kompromis minimal me nismën, e çka pret që me bë kompromise me parti më të mëdha, të cilat potencialisht janë rivale të saj. Do të thotë, duke me të bëjmë në njëri i cili fjalën kompromis
nuk e ka absolutisht në strukturën dhe atë ndërtimin e vetë psiqik. Kushdo që ka bashkëpunu me zotin Kurti, partnerët të tjerë, do të thotë bashkëpunëtorë të afër, ose është dashmi u përshtat 1.000.000% çka ka thonë ai dhe çysh ka mendu ai, ose janë largu dhe janë diskreditu, janë shah, janë fy me familje, me krejt, kushdo që ka qenë afër tij. Do të thotë kjo është logjika dhe duke u nis për kësaj logjike, une për këtë arsye mendoj se ka shumë pak shansa që të ketë një konsenzus politik për çështjen e presidentit, për arsye se do të thotë lëviza vetëvendosje dhe zoti Kurti kërkon nënshtrim, nuk kërkon bashkëpunim, po kërkon nënshtrim prej partive politike. Kështu që në këtë kontekst, une nuk mendoj që do të ketë do të thotë kompromise politike, është një fatkeqësi që kemi një njeri me një mbështetje kaq të madhe do të thotë politike, mi po të njëjtën kohë një njeri që është komplet jashtë normave dhe rregullave të kushtetutës dhe kulturës demokratike në Kosovë. Do thotë kjo është ajo çka desha të them. Çështja mbetet e hapur. Une me këtë do të thotë qasje të lëvizjes vetëvendosje jam shumë pesimist. Unë mendoj se Kosova është duke u fut drejt krizave të reja institucionale dhe kushtetuese dhe se do të thotë jemi këtu ku jemi dhe se do të thotë është një situatë jashtëzakonisht e keqe shoqërore dhe politike në Republikën e Kosovës. Profesor, pati diçka? Po, tash ne kemi një konstelacion tillë në spektrin politik, kemi një parlament ku një parti e ka shumicën plebiscitare, nëse mund të them kështu. Edhe po nuk është fajtor partia, po ne kemi votuar, ne kemi dashur këtë situatë. Ne kemi këtë situatë. Me shumicë të thjesht nuk mundesh me zgjedh presidentin. Nëse më lejon se unë nuk ndërhyj Ardian edhe jo që u pajtova gjithsesi, po mirë më ndëgjuni unë tjetër. Po, ka nevojë për kompromise, demokracia është edhe kompromis, po kompromisi duhet me qenë edhe konform vullnetit të elektoratit. Kolegu i përmeni për shembull kompromisin me nismen. Mendoj që kishte me qenë kompromis shumë i keq, nëse lëvizja vetëvendosje me 42% ja jep kryetarin e parlamentit një partie e cila i ka pas 3 deputet. Mendoj do të kishte qenë një delegitimim total i vetë parlamentit, i vetë pozitës së kryetarit të parlamentit. Dhe mendoj që është mirë që Kosova ka fillu më mësu, mos më lëshuar në kompromiset që ja po kompromise të arsyeshme. Unë në debatet tjera po përmend vazhdimisht ajo gjeneroziteti i zotit Rugova në vitin 2004. Kur e kishte nominua apo e kishin votuar zotin Haradinaj me 7-8% si kryetar të qeverisë kryeministë. Mendoj që edhe ajo ka qenë një kompromis i keq, sepse votues nuk kanë dalë në zgjedhje, nuk kanë votuar që kryeministri me qenë dikush për një partie me 7-8%, po për partinë e zotit Rugova, e cila në atë kohë ka pas diku 26%. Mendoj që këto janë kompromiset këqija, dhe neve nuk na duhen këto kompromise, po neve na duhen kompromiset mira, të cilat janë të bazuar në rezultatet zgjedhore. Sigurisht që partia e madhe duhet me qenë më gjeneroze, absolutisht. E pres për atë. Por ata edhe kisha prit që i propozuari për kryetar të shtetit me qenë i propozuar prej partive opozitare, po sigurisht që dikush që s'ka të bëjë me partinë, sepse nëse kthehemi te vija partijake, atëherë është e qartë kujt na i takon. I takon partisë e cila ka fituar 51%. Profesor, kaq kishim për këtë minutazh, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e mesditës. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Zoti Zeçiri, faleminderit shumë edhe një herë për kohën dhe shpresoj të bësh më mirë. Faleminderit shumë, po.